Kryeministri Edi Rama u ka uruar mësuesve 7 marsin nga liceu artistik në kryeqytet. Në shkollën ku ai vet ka studiuar ka takuar edhe disa nga ish mësuesit e tij. Pasi ka dëgjuar me interes të gjitha shqetësimet e mësuesve, kryeministri i ka ftuar të bashkëpunojnë për të bërë një plan të përbashkët për ndryshimin në këto shkolla të artit. Çfarëdo ndryshimi qoftë në pikpamje të sistemit, qoftë në pikpamje të infrastrukturës, qoftë në pikpamje të bazës materiale, qoftë në pikpamje të programeve brenda për brenda, duhet vijë rezultati i një dialogu, besoj unë, me 3 komponent, me trupën mësimore këtu, me Ministrinë e Arsimit dhe Ministrinë e Kulturës. Dhe nga ky dialog duhet marrë jetë një kohë të shpejt një projekt me disa prioritete, organizohuni në këtë drejtim. Dhe ne me siguri do t'ju mbështesim. Kryeministri Rama ka vizituar klasat e artit pamor, të grafitit të skulpturës. Mësuesit kanë ngritur si shqetësim ambientet e papërshtatshme për zhvillimin e mësimdhënies, mungesën e bazës materiale, por edhe problematikën me kurrikulën e kësaj shkolle të artit.